Histori që shkum hi në SSF. Historia që shumë bashkangjitë në SSF është një histori e madhe. Atëherë, si fillim, njëherë jom di pak në siklet, në qëto punë për më ardhe dhe nuk disha sakta ka me pranu këta mirë. Dhe më motivon sani, por është, do me thonë, puna me thmimin, në mu thmive se di, kur më konë moshë tyne, qëfar probleme shkum pas, qëfar rrugë shkum kalu për më ardhe deri këtu. Pari shkova të shikoj se si funksionon aktiviteti SSF-it, pastaj më pëlqeu shumë dhe u integrova në familjen e madhe të SSF-it. Kur kanë spjegu punën se qysh është puna e SSF-it, mu më ka pëlqy që me konë pjesë e SSF-it vullnetar që unë me konë arsyeja pse një fëmijë kënaqet me punën temë. Përderisa në fillim, unë kom dëgju që është do me thanë me komunitete ndryshme, edhe diçka unë e kom pritë se nuk ka me shku nashta krejt mirë. Promijenilo mi je mišljenje pre svega to druženje sa drugim volonterima iz druge zajednice. Por čuditresht ka ndodh e kundërta. Pa specijalno je, na primjer, što nema odvajanja muške od ženske dece, što nema odvajanja nacionalnosti i što svi bukvalno rade zajedno. Burg ërklara rasında çok iyi anlaşıyoruz. Yani bir aile gibiyiz. Imali smo razne treninge sa SSF-om, trening seminare animatora, seminare asistenata. Rolet janë ndane lideri, animatorët edhe asistentat. Unë detyrë si asistent kam për rregullimin e fushës, projektet. Do me thonë se cili është i dam detyrën e vetë. Unë si animatore kam për qëllim më kujdes për fëmijë dhe mi ju spjegu pra lojrat të cilat ne i bëjmë, edhe mu mundu që ata mundi sa ma shlirë. Puna e liderit edhe për mu trajnu lideri është një punë pak ma e madhe, sepse në fillim ne duhet të asigurojmë terenin, pastaj të jemi gjatë aktivitetit aty që për sigurin e aktivitetit. SSF nas uče kako se ponašamo sa decom, kako da šta da im govorimo, šta da im ne govorimo. I kom përfitu shoqëninë përbashkët, kom fitu lojna, kom fitu tënat që u do të për me. Po gjithsesi edhe vitin e kaluar kem pas memorandumin e fundit që kem të përbashkët me sportin pa kufi dhe në kuadër të këtij memorandumi ne kemi marrë obligime që gjithë ata të rinjt të cilët do të certifikohen nga sporti pa kufi rreth punës vullnetare, edhe ne si ministri do të jemi bashkë autor të asaj, nënshkrues të asaj certifikate ku një i ri do ta merr si përvojë të punës që ka bërë gjatë atyre aktiviteteve të përbashkëta vullnetare. Fillim nuk pas qef heq me zgjidh qatë profesion, po ma vonë kur erdha këtu e pash që sporti veç t'jep si energji ma shumë, edhe veç kom vendosur më shku në shkenca sportive edhe mandej e di që kjo ka shumë më ndihmu mu edhe kom e vazhdu, shpresoj në tart me më marrë me. Me thonë për 2 vjet e gjysë so jem vullnetar i SSF-it, kom bo shumë vizita në qytetet ndryshme, do me thonë kom njoftu shumë edhe shoqe të reja pa marrë parasysh çfarë komuniteti, kom po vendet ndryshme, jam njoftu me kulturat ndryshme, pa marrë parasysh kultura fetare ose jo fetare. Më duket shumë mirë se sa shkoj dikon mësoj diçka tre pe çdo vend. Prvo kao svako dete u Kamenici koje čuje da se posećuje neko drugo mesto, odmah kaže kad će ponovo, znači već shvatamo da su oni uživali u tome. Mas Mavicja është kur mbledhën krejt edhe janë nisur me kesh. Mesazhi im që kisha dashur m'ia përcjell domethënë rinisë Kosovës është që nëse ata kanë kohë me nejt, mos me kalu këtë kohë pa lidhje. Veç më bashku ma shumë me SSF-in, SSF-i si organizohet më shkep në krejt Kosovën, apo çdo vend gjithkund. Omladini Kosova htjela bih samo da kažem da treba da zanemare to koje nacionalnosti, da krenu što više da se druže. Seni që mas shumë t'i kom mbet mu në mendje edhe fjalia, do me thonë, termi ma i madh është sporti së bridge between us. Sport je most između nas, tako da mislim da je to jedan od najboljih načina da prevaziđemo sve te probleme konflikte koje su postojale zadnjih godina, tako da bavite se sportom, ne ratom. Do sport, not war.